Në një stadium të mbushur plot dhe me atmosferë fantastike, Shqipëria u përball me Anglinë në një ndeshje kualifikuese për Kupën e Botës, ku në fund tre luanët morën fitore me rezultatin 2-0, duke e mbyllur me të gjitha fitore grupin kualifikues. Tifozët vendas kishin pritshmëri të mëdha dhe ekipi Silvinjos dha maksimumin duke krijuar raste, por përfundimisht u mposht nga efikasiteti i sulmuesve anglez. Shqipëria nisi me guxim dhe tregoi energji të madhe duke mbajtur topin dhe duke krijuar disa raste. Elsej Hysa i goditi portën nga kufiri i zonës, por topi shkoi pak mbi travers, ndërsa portieri anglez Dean Henderson reagoi mirë ndaj dy përpjekjeve të Arber Hoxhës. Anglia gjithashtu pati raste ku spikati përpjekja Declan Rice, e cila u neutralizua nga Thomas Trakosha. Në minutën e 74, Harry Kane zhbllokoi takimin me një goditje të shpejtë në zonë duke i dhënë portierit shqiptar asnjë shans. Vetëm 9 minuta më vonë, ai vulosi fitoren e Anglisë me një tjetër gol, këtë herë me kokë pas një pasimi të shkëlqyer nga Marcus Rashford, duke e bërë rezultatin në 2-0. Shqipëria përpiqej të përgjigjej me ndryshime taktike nga Silvinjo, duke futur Armando Brojen, Adrian Pajazitin dhe Ivan Balliun për mbrojtja angleze që ndroi fort. Ky rezultat nuk e pengon Shqipërinë që të shkojë në play-off, ndërsa Anglia konfirmon kualifikimin direkt për botrorin